Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, zotërim, për këtë moment interesant, por jo të lehtë për opozitën, veçanërisht tani më që duket se alternativa e një fronti të bashkuar është e pashmangshme, se i takon kampit opozitar, edhe pse më shumë kanë qef për vetmi se sa për bashkim. Belin Kolliçi kemi bezdisur në këtë mëngjes, dhe Kolliçi, mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit Flavio. Duket se jeni para një momenti paksa të çuditshëm. Ka një, le themi, një kryqëzim rrugësh që kanë probabilitet po aq të madh. Nga njëra anë, ju po kërkoni që të bashkoni çdo faktor opozitar, politik, qytetar etj, edhe intelektual. Nga ana tjetër, duket sikur kjo gjë nuk po funksionon dhe një pjesë e publikut, e qytetarëve, le themi, kritik ndaj kryeministrit, po ju kërkojnë që ndoshta mos është alternativë edhe një radikalizim unikal i PD-s. Në ç'është pozita ndodheni konkretisht? Jemi në para një pozite ku janë dy të vërtetat pa mohueshme, njëherë që ta di çdo qytetar edhe që na ndjek edhe çdo qytetar shqiptar. E para, kushdo që ka një opinion ndryshe apo ka një kritikë edhe ndaj Partisë Demokratike, duhet kuptojë diçka, që Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare, që në një farsë elektorale si 11 maj, e damkosur tashmë me 7 rezoluta ndërkombëtare, që nuk kanë qenë zgjedhje, sërish ja ka dalë të marrë 35% votave të qytetarëve shqiptarë dhe të marrë mbi gjysmë milioni votash. Pra ky është një fakt i pamohshëm. Dhe kushdo që ka ndonjë iluzion se duke qenë i vetëm, apo duke bërë kritika në Facebook, apo duke dhënë ndonjë intervistë, do mund t'ia dalë rrëzimit e Edi Ramës pa Partinë Demokratike apo duke ju imponuar Partisë Demokratike, nuk e ka thjesht iluzion, nuk e ka të mundur. Pra ti jemi realist me ata që na ndjekin. Nga ana tjetër, Partia Demokratike, unë vetë jam funksionar i saj, jam deputet i Partisë Demokratike, e kupton që e vetme nuk ja del dot ta mund Edi Ramën, përsa ko nuk krijohet një kohezion i madh shoqëror, se ky nuk është vetëm një problem politik, është një problem shoqëror, është një problem që prek çdo qytetar shqiptar, dhe është një problem që do duhet bëj bashkë PD-n, që t'i pri pra revoltës dhe ndryshimit, dhe pa diskutim gjitha grupet e interesit, target grupet e ndryshme shoqërore, intelektualët në vend, njerëzit që kanë vendosur të rinë në këtë vend, socialistë të dëshpëruar nëse do, qytetarët pa interesuar, patjetër këtij procesi do duhet i pri PD-ja, po së bashku me një front të gjerë. Në kuadër të kësaj ishte edhe kjo tryezë që u organizua, që mund mos jetë perfektja, mund mos jetë e përkryer, po patjetër është një shtrim dore nga ana e Partisë Demokratike, është një hap i parë për të krijuar një kohezion më të gjerë dhe për dalë përtej vetes saj. E treguam edhe kur ishte momenti për të patur zgjedhjet e pjesshme në Tiranë, pra ju e mbani mend që kandidatura e Flor Binajt si asnjëherë më parë pati një skepticizëm ndaj Partisë Demokratike, a do mund të dilte përtej vetes saj? E tregoj me fakte dhe me prova PD-ja që po më doli përtej vetes saj, duke vënë një tregoj dhe me vendim kushtetuese që nuk i donim zgjedhjet pastaj. Po mirë, po të mbetemi ke thelbi politik. Pra PD-ja hoqi nga vetja, pra hoqi nga mundësia për të pasur një kandidaturë të vetën, i dha një kandidaturë qytetarëve që vinin nga shoqëria civile, nga aktivizmi qytetar etj. U krijua një kohezion më i gjerë se PD-ja dhe u prodhua një momentum politik. Punë tjetër si shkoi vendimarrja pastaj me kushtetuesen. Jo, e kam fjalën, ajo ishte prova që ju funksionoi si skem. Funksionoi, po mbi të gjitha që PD-ja e ka vënë gurën e provës që është e gatshme dal përtej vetes saj. Tani kushdo që ka ndonjë ide që mundet të imponohet një forcë kaq të madhe politike duke qenë i vetëm, duke mos pasur numra, duke patur qëndrime kritike sa të duash, e ka të pamundur, sepse në fund të ditës do duhet kuptojnë, po e them edhe një herë, që kjo forcë politike është një forcë politike 35 vjeçare në këtë vend, ka bërë historinë e këtij vendi, keq mirë, duan, s'duan, kritikohet sa të duash, për ato merita të mëdha dhe për ato arritje të mëdha të vendit tonë, siç është antarësimi NATO që sot po na bëhet kaq i rëndësishëm, duke parë që portën e Durrësit po na marrin rusët, duke parë që interesat kryesore ekonomike të këtij vendi i ka marrë krimi organizuar dhe është kriminalizuar ekonomia e vendit, arritje si antarësimi i Shqipërisë NATO, apo heqja vizave, apo edhe rruga kombit etj, janë arritje që i ka bërë kjo forca politike, me kjo Partia Demokratike, pra qytetarët do duhet ta kuptojnë këtë gjë. Por nga ana tjetër, patjetër, a ka vend tu për kritik, për reformim. Keni bërë ujësjellsin e Vlorës që po kemi lënë një rrugë të bërë para 16 vjetësh, 18 vjetësh, po që e kishte kap ky deputeti i Vlorës. Pra, të jemi edhe serioz, po të jemi edhe praktik dhe me këmbë tokë me qytetarin që na ndjek. Po ka PD-ja sa të duash vend për të përmirësuar, vend për të rregulluar, vend për të reformuar, për të hapur dyert, edhe në kuadër të hapjes dyerve ishte kjo tryezë, se ju e pak që ishte figura të reja,
kishte artist, kishte intelektual. Edhe aleat vjetër. Kishte edhe aleat vjetër, patjetër. Por mbi të gjitha ishte një vullnet i shprehur qartazi që PD-ja është e gatshme të dalë për te vetë e saj. A keni një frikë, zoti Kolliçi, se panorama politike shqiptare, qoftë edhe në kampin opozitar, është e mbushur me njerëz që në leximin publik duket sikur më shumë bëjnë lojën e Ramës se sa lojën për ta rrëzuar Ramën? Që ka dhe opozitës, pra që ka dhe personazhe që janë sot faktor publik vetëm për të bërë opozitën e opozitës dhe po ta shohësh pompohen vetëm nga portalet majta, apo portalet e Insenatorit Tiranës, apo portalet që financohen nga paratë e qytetarëve, kjo është pak po e sigurt, pra këtë e dim edhe është e dukshme, është e qartë. Por nga ana